Maratona e Blu Fest vijon këto në Blu Televizion, por në ndryshim nga të ftuarit e tjerë do të nisë qik në mënyrë të veçantë të ftuarin e radhës, sepse është personi që ka sjellë trofeun e fundit për vitin 2025 në qytetin e Vlorës. Flas për ekipin e futsallit që ka fituar Kupën e Shqipërisë në Shkodër përballë ekipit vendas të Vllaznisë. Kam kënaqësinë që të kem në studio trajnerin e ekipit të flamurtarit Mario Carlos. Mirëmbrëma Mario. Mirëmbrëma, Toni, faleminderit për. Sot do të ishe çik më shumë afër familjes, megjithatë do na i falësh pak minuta edhe neve në këtë natë sot. Po, veçanërisht juve, si gazetarët e televizionit tuaj që kanë qenë më kanë ndjekur hapa sa gjatë gjithë viti. Të falenderoj. Unë të thashë do ta nis çik ndryshe dhe do ta nis me atë që trofeu i fundit 2025 se pikërisht nga tyra, Kupa e Shqipërisë në futbollin e sallës. Po. Po nis nga ky trofe, sa i bukur ishte dhe sa i vështirë. Përveç, domethënë për te asaj gëzimi që t'jep një kupë, përveç emocioni që na dha këto finale të Kupës së Shqipërisë, ishte një trofeu i fundit që erdhi në Vlorë dhe ekipi i futbollit të sallës e solli bashkë me gjithë çunat, solli një trofe që na gëzoi të gjithë dhe qytetin. Ishte finale shumë të luftuara, me ekipe shumë të fortë. Ekipet ishin përgatitur për ta fituar këtë kupë. Domethënë ekipet pretendente ishin Tirana, që kishin në gjithën e saj lojtarë me shumë kvalitet, lojtarë të huaj, brazilian, kishin portierin, kishin dy lojtarë kosovar. Ishte një kombëtar e vërtet. Dhe ekipi Vllaznisë, një ekip shumë i përgatitur. Domethënë vjet na mori kampionatin Vllaznia. Ndeshjen e parë kaluam shumë mirë, fituam 7-2, me një performancë të shkëlqyer nga gjithë lojtarët. Pastaj finalja ishte një finale, ishte një përtej një ndeshje derbi, sepse Vllaznia ka një ekip të hekurt, me lojtarë shumë të përgatitur. Doli 2 në avantazh, por me kualitetet që kemi, me profesionalizmin që kemi, me eksperiencën që kemi, me punën që kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, gjatë gjithë këtij viti, arritëm që në mes të Pallatit të Shkodrës të bëm atë që ta ngrimë kupën të vetëm, sepse në Pallatin e Sportit nuk ngeli më asnjë njeri, vetëm 2 gazetarë, 2 kamera dhe ne si ekip. U larguan gjithë tifozët. Ishte heshtje. Kishte shumë pjesëmarrje mos gaboj, apo kishte gjithmonë në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi ka goxha pjesëmarrje. Domethënë çifte të reja dhe janë një popull shumë sportdashës dhe nuk kemi dëgjuar as të shah. Sepse bukur kjo. Dhe në fund gëzuam vetëm ne. S'ka gjë. Prapë ne gëzuam. Jo, ishte dhurata më e bukur që mund të bënim, e kam thënë edhe tjetër që mund të bëjmë qytetit, edhe në fundit ishte një punë e gjithë çunave, e gjithë stafit, që kurorëzuam me këtë kupë që do të pasojë se s'bëndej me kampionatin për vitin 2025-2026. Mario, jo më kote përmenda trofeun e fundit për 2025 në Vlorë sollët ju, megjithatë nëse bëjmë një përmbledhje të gjithë vitit 2025, si ka qenë ai për futbollin e sallës? Futbolli i sallës është një ekip i cili i ka pretendimet, e ka stekën shumë të lartë. Gjithmonë lartë. Jemi gjithmonë jemi për titull kampion, kemi fituar 4 titull kampion, kemi marrë 3 kupa republike, kemi fituar 2 superkupa, dhe gjithmonë nuk na kënaq asnjëherë vendi i dytë. Normalisht ky vit ishte një vit i suksesshëm, sepse kemi fituar Superkupën e Shqipërisë. Kemi fituar Kupën e Shqipërisë, por nuk arritëm dot në kampionatin. Megjithatë, nga 3 trofe, të fitosh 2 nuk është asnjëherë pak. Jo, nuk është asnjëherë pak. Kemi një ekip të konsoliduar, kemi një ekip që këtë vit jo vetëm duhem të marrim kampionatin, po duhem të kemi rezultate edhe në Champions League, sepse dihet që futbolli i sallës përtej, domethënë pa ulur asnjë lloj sporte të tjera që ka qyteti e gjithë Shqipëria, jemi ekip që aderojmë në Champions League. Dhe ekipi flamurtarit të futsallës ka pas 4 pjesëmarrje në Champions League. Por përtej kësaj gjeje dhe synimi kryesor është kampionati dhe kalimi i turit në Champions League.
Sepse... Me atë si me kështu, papritur edhe objektivi më 2026 në duket. Po. Sepse ekipi i futsallit ka arritur një nivel shumë të lartë. Sidomos në këto vitet e fundit, sidomos në këto vit kemi përgatitur shumë, kemi një ekip shumë përgatitur. Përgatitur psikologjikisht, janë shumë të qartë tek ajo që bëjnë, kanë shumë besim tek vetë e tyre, por për të fituar një kampionat, një klub, në kampionat e herë tjetër, janë shumë gjëra bashkë për ta fituar. Gjithsesi, unë gjej rastin që të përshëndet gjitha ata çuna që lanë shpirtin në fushë në ndeshje me Vllaznin, që fituan këtë kup Shqipërie, e doni se s'bën këtë kup Shqipërie. Dhe intervistat që kam në televizionet e lokale të qytetit të Shkodrës, e morëm këtë kup sepse ne e donim me se s'bën. Dhe ekipi tregoi një shpirt gare të pa imagjinueshme. Mario, unë do të pyesej një çik për ndoshta ajo gjëja më pikante 2025 apo një veçantë të cilën e kujton gjatë 2025 tima përmend një çik. Më thënë në Shkodër nuk dëgjova asnjë sharje. Kjo është e veçantë. Megjithatë, gjatë gjithë këtij viti, një nga ato histori që të kam mbet në mend. Diçka të veçantë edhe për qeshur, nuk ka tot. Qeshin duam sot. Po, normal. Çdo është një ditë feste të tërgëzojmë. Dhe unë kam kënaqësi që po ndaj në ditë të fundit të vitit me juve, faleminderit shumë edhe ne kënaqësi. Te asaj që je gazetar model, kemi njëje shumë të vjetra në këtë qytet dhe është kënaqësi gjithmonë edhe nga ana ime edhe nga ana juaj, kam parë që ne bashkë të flasim për sportin, jo vetëm për futsallën, por për çdo gjithçka. Unë kam që nga viti 2004 që jam trajner i ekipit futsallës. S'kam luajtur vetë. Kemi krijuar një grup në fillim shumë modest, me shok, me miq. Arritëm të kishim konkurrencë të madhe me Tiranën, me superfuqi, me një njerëz që kishte tresh një miliarder. Ishim ca çuna që na mblodhi ai Gramoz Murati, që dua ta përshëndes sot, sepse është një ditë feste, po dua ta përshëndes sepse ka qenë ai iniciatori i parë, që bashkë me mua luanim bashkë, hajde bëjmë një ekip. Dhe një brez i tërë lojtarës që kanë ardhur, ka arritur, dhe çfarë duhet të përmend sot? Pasi fituam trofeun, këtë vit vllai im Carlo Carlos nuk mund të luajë dot sepse në ndeshjen e finalit të vjetshme pësoi një dëmtim shumë të rëndë në gjuhë, kroçatën. Po më vjen keq për këtë. Dhe la sportin. Kur po festonin tek një lokal në Vlorë, ishin të gjitha dhe pash që lojtari i fundit i brezit që kishte luajtur për herë të parë në futsal ishte vllai im, dhe ai nuk po lënde më. Ai ishin të dyja gjërat bashkë, dhe gëzimi dhe një farë mërzitje, sepse ishte lojtari i fundit nga ata që ne themeluam ekipin e futsallës. Shumë e bukur. Por nga ana tjetër, pash që ishte ndryshuar e gjithë brezi dhe ky brez i ri fitoi Kupën e Shqipërisë. Shumë e bukur. Kjo më pëlqeu shumë dhe faleminderit që ndave me ne edhe një herë. Prandaj ishte ky emocion që po t'jap kohën tënde merre sa duash të diskutohet. Tani mos më prek sepse dua të zgasmoj çik edhe personalisht. Çfarë pëlqen më shumë nga nata e ndërimit të vitit ose nga festat e fundvitit? Të kalosh me familjen e tradicional, Mari? Po, me familjen. Me vllain e kam folluar shumë me vllain Carlo, e kam shok, e kam vlla. Në familje besoj? Po, me familje. Në familje. Kush është jeti apo është Carlo personi që bën shumë zhurmë? Ishte një pyetje retorike, më duket. Carlo është, unë i them Carlo është papa. Unë e di pra Carlo është papa, është një njeri që është vllai, nuk mund të flet për vllain në studio. Ja, asje. Gjithsesi ju e njihni vet. Edhe është jam me fat që kam atë vlla. Gjithsesi ne përshëndesim Carlon dhe ju urojmë gëzuar. Po, gjithsesi unë jam natyrë që nga studio. Jam natyrë që kam shef të jem me grupe, me jep adrenalin grupi, shoqëria dhe me çuat e ekipit jam shumë afër, ma din huqjet tekat, të bërtiturat. Mario, në studio kisha edhe drejtorin e klubit shumë sportës, edhe ajo është një person shumë
impulsiv, nëse mund të themi, e ndihen shumë. Ndjejmë shumë. Por kam përshtypjen që edhe ti je shumë impulsiv në ndeshje. Bile se po zgjas shumë pyetje, në një takimi që bëjmë bashkë them kur jam që të shikoj ty kur los atje nuk të flas derisa mbaron. Po. Shiko, unë nuk diskutohet që do ta përmend edhe drejtoresh në klubin e sportit, por edhe mund edhe të harroja sepse emocionova normalisht, por pse është një person i cili ne kemi shumë ngjashmëri. Në mënyra, në karizma që kemi, në ajo që japim ekipit, do të thënë, jemi shumë impulsiv, gabojmë në të pjesa sepse trajneri është mësues, do të jetë psikolog, gjithsesi ajo ka qenë një shtysë e madhe e kësaj kupe. E jo vetëm e kësaj kupe, por duhet jetë një natë dimri që të diskutojmë gjithë hallet e problemet, ka qenë pjesë e ekipit shumë sportit flamurtari. Më shpreh një kuriozitet, gjatë momenteve të ndeshjes, aty ku fillon vërtet të lëviz shumë. Po. Çfarë mendon, vetëm ndeshjen e harron gjithçka? Unë jam në botë tjetër. Unë jam në botë tjetër dhe kur në Shkodër, në momenti që unë më kanë ardhur gazetarët dhe kam marrë intervistë, kur e kam parë vetëm në televizor, i kam thënë një shokut, më duk vetja si filmi, erova filmin, mësonitoria, më duk vetja si, dhe pak mi e krajisht e kështu, si ai aktori Robert De Niro, mish i tretë Kocka Mbetër. Isha i rënuar totalisht, ai shumë e kam pjesë të jetës sime. Ma përmendën gjatë të bisedës tonë, me i të atë e dua me pak fjalë. Objektivi për 2026. Kampionati që është diçka që duhet marrë se s'bën dhe kalimi, në qoftë se kam, unë sot jam 55 vjeç. E kam nisur që 32 vjeç trajnimin me këtë ekip. Dhe në qoftë se dua të jemi plotësuar, unë nuk plotësujem kur si natyrë, sepse kam shumë kërkesa dhe jam njëri që nuk kam fund, unë do përfundoj në momentin që do kemë frymë për sportin dhe për çdo gjë, por kalimi i Turqit Champions League. Kam disa djemtë të mrekullueshëm, kam një mbështetje nga klubi shumë sportës, nga bashkia, domethënë jam totalisht, sepse nuk dua të bëj as të bëj ato përshëndetjet si të dirigjuara, por sinqerisht sot kam një ekip profesionist që duhet të marrim të gjitha kupat e mundshme të vitit 2026. Ta urojmë me gjithë zemrën. Dhe në fund dua një urimin tënd për vitin 2026. Do të rregojmë çik pragmatist te ky urim. Patjetër. Ju uroj familjes sime shëndet, sepse kanë qenë gjatë gjithë këtyre viteve kanë qenë vite të gëzuara po edhe të vështira. Vështira, pa dyshim. I kam pasur shumë mbështetje. Edhe ne i urojmë. I uroj gjithë sporteve, gjithë klubit shumë sportës flamurtari, arritje sa më të larta në vitin 2026. I uroj dhe ekipit tim quajt dhe ekipit mbarësi dhe vetëm dashuri me njëri tjetrin. Të uroj ty dhe familjes tënde gjithë të mirat e kësaj bote. Faleminderit Mario, edhe ne të falenderojmë shumë që ndave pak çaste nga fundi 2025 së bashku me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Toni. Nderuar teleshikues, maratona Bluefest vijon në Blu Televizion, flasim për sportet. Pas pak prapë sërish së bashku.